Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit, Allahun azza wa jalla, falenderojmë, për atë ndihmë dhe falje kërkojmë, salavatet dhe selamet i dërgojmë mbi më të mirën e krijesave, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij, besnik dhe mbar pasuesit e tyre deri në ditën e fundit. Të nderuar vëllezër dhe motra, më lejoni t'ju përshëndes me përshëndetjen më të bukur, përshëndetjen e banorëve të xhenetit, Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. E falenderojmë Allahun azza wa jall për gjithçka dhe falenderojmë Allahun azza wa jall i cili na mundsoi që të rikthehemi prap uljeve tona, mezhliseve tona, se padyshim mezhliset tilla janë shumë përfituese nga pjesëmarrësit, nga muslimanët, dhe gjithë e dimë që vendet e tilla i kaplon mëshira e Allahut azza wa jall, i rrethojnë me lajket e Allahut azza wa jall, dhe gjithë emrat e të pranishmëve përmenden lart tek Zoti Dhul Xhelal. Inshallah ne do të fillojmë me një cikël të ri ligjëratash, që është shumë domethënëse dhe shumë dobiprurse për ne, sepse do të flasim për jetën e njerëzve më të mirë që ka pasur historia pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ata janë sahabët e nderuar, shokët e nderuar të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe o më kot, ata janë quajtur brezi më i artë mbi sipërfaqen e tokës, sepse e kanë ndjekur, e kanë përkrahur, e kanë mbështetur të dërguarin e Zotit plotësisht. Bile ka pasur dhe për atyre që kanë vënë jetën në rrezik për të shpëtuar jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ata janë shëmbëltyra jonë që ne duhet ta ndjekim, ashtu siç ka thënë pejgamberi i Zotit, shokët e mi janë si yje, për secilin yll ju të kapeni, s'ka dyshim se do jeni të shpëtuar. Dhe jo më kot, ne e nisëm këtë cikël ligjëratash dhe s'ka dyshim që sahabiun e parë që do ta përmendim sot, të gjithëve besoj ju shkon mendje se kush ka qenë. Padyshim ka qenë njeriu më i afërt me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ka qenë shoku i ngushtë, shoku më besnik, shoku që e ka shoqëruar të dërguarin e Allahut dhe edhe në fëmijërinë e tij para ardhes së Islamit, por më shumë e forcoi këtë lidhje kur i zbriti revelata, dhe s'ka dyshim që ai është prerësi besimtarëve pas pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Ebu Bekër es-Siddiku radiallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur me ta. Për rëndësinë e këtij njeriu kaq të nderuar, i dërguari i Zotit ka folur sa ishte gjallë, por kanë folur dhe njerëzit mbas, besimtarët. Ebu Bekër es-Siddiku radiallahu anhu shquhej për imanin e fortë që e ka pasur, besimin e fortë që e ka pasur tek Allahu xhele xhelalu, dhe nuk mund të krahasohej imani i Ebu Bekrit me imanet, besimet e sahabëve të tjerë. Sa që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, nëse në një anë të peshores do të vendosej imani, besimi e Ebu Bekrit, dhe në anën tjetër, subhanallahu, të vendosej imani i gjithë umetit tim, ka thënë, jo i sahabëve, po i gjithë umetit tim, popullit tim, s'ka dyshim se imani i Ebu Bekrit do të peshonte më shumë. Subhanallahu, pra shifni çfarë mirësie dhe çfarë roli të madh ka pasur dhe çfarë imani ka pasur ky sahabi i nderuar.
Çdo njeri ka një veçori të tij që e bën atë të dallohet nga të tjerët. S'ka dyshim për këtë. Gjithashtu e bën atë më të përparuar në një pikë krahasuar me të tjerët. Kështu ishin edhe njerëzit pra e të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Tani kush ishte Ebu Bekri? Në të vërtetë, kush ka qenë Ebu Bekri? S'ka dyshim se ka qenë një nga personalitetet më të veçantë mbas sahabëve të dërguarit, në mesin e sahabëve të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Ishte i veçantë në besnikëri dhe i veçantë në drejtësi, i veçantë ku në sakrificë. E ka pasur një jetë të mbushur plot e përplot me mirësi dhe shembuj për të gjithë ata që kërkojnë diçka që ta instalojnë jetët e tyre për ta ndjekur, s'ka dyshim se ishte shembulli i Ebu Bekrit. Ebu Bekri Sidiku, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka qenë njeri i pastër edhe para ardhjes së Islamit. Nuk ka qenë njeri që është përzier me gjëra të dyshimta. Qoftë edhe një moment të vetëm, ai nuk ka qenë për atyre që i ka bërë dëm ndonjë sendi apo ndonjë njeriu frymor apo jo frymor. Ka qenë nga ata njerëzit që pëlqej nga shoqëria e Mekës. Sepse ishte një njeri me reputacion, ishte i pasur shpirtërisht dhe materialisht dhe ishte referencë për njerëzit e dobët. Ata e karakterizonte misia e ngushtë me të dërguarin Allahu sallallahu alaihi wasallam. Siç tham, edhe pse Islami nuk ishte ardhur akoma. Në literaturën tonë islame nuk gjenden shumë, domethënë, shkrime për jetën e Ebu Bekrit para ardhjes së Islamit. Por se ajo çka na është bërë me dijen është se ai ka qenë njëri tregtar, i Zotin tregti, që merre me tregtinë e mëndafshit, apo me tregti veshjesh, bënde tregti me vende si Siria, apo Jemeni. Thuhet që në kohën kur ka pranuar Islamin Ebu Bekri radiallahu anhu, mund të kishte një pasuri prej 40.000 dirhemësh, pasuri e konsiderueshme në atë kohë, shumë e madhe domethënë. Gjithashtu thuhet se ka qenë në të njëjtin karvan tregtie kur ka qenë bashkë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, kur ka qenë i dërguar i Zotit 25 vjeç që e ka marrë xhaxhai vet pra në tregti. Emri i tij ka qenë Abdullah ibn Abi Quhafa. Uthman bin Amir el-Kurejshi e Tejmimi, i cili lindi 3 vjet në Mekë pas ndodhisë së elefantit, që e kemi përmendur në ngjarjen e elefantit. Nëna e tij quhej Umul Khair Selma, binti Sahr, e cila e pranoi Islamin në periudhën e Mekës, në shtëpinë ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mblidhej shpesh dhe organizonte ligjërata të ndryshme me njerëzit. Ebu Bekri në mesin e njerëzve njihet me epitete të ndryshme, për shkak se ishte një personalitet me rrejnë të vjetra fisnore. Ishte i bukur në pamje dhe prej voglisë tij shquhej për punë të mira, për butësi, mirësi, dhe thirrej më së shumti me emrin Atik, që do thot njeri i fisshëm, i pamshëm, i butë. Gjithashtu para ardhjes së Islamit, mes njerëzve i thirrej me epitetin Abdul Kabe, që do thot robi i Qabes. Ndërsa i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam më mbas ja ndryshoi këtë edhe me emrin në Abdullah. Dhe më vonë si u quajt, besoj e dini të gjithë me epitetin Es-Siddiq, që do thot besniku i besueshmi, shumë i besueshëm. Se ai ishte ndër të parë dhe ndër të vetmit që tregoi besnikëri ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në rastet kur askush nuk e besonte, ja kthente shpinën të dërguarit Allahut. Dhe kështu filloi të thirrej në mesin e shokëve të tij
Ebu Bekër, Siddik dhe ngeli dhe vazhdoi të thirret në ditën tona dhe deri në ditë Kiametit. Ja vlem të përmendim se Ebu Bekri ishte gjithashtu pjesë e parisë së Mekës. Ishte autoritar dhe i pasur. Por se gjithë këto privilegje ai i shpërndante dhe i jepte në rrugt të Allahut dhe të dërguarit të tij. Si u bë musliman? Për këtë na tregon vajza e tij, nëna e besimtarëve, Aisha radhiyallahu anha, bashortja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ku thot një ditë baba im thot doli nga shtëpia dhe unë thot Aisha isha e bindur se ai do të shkonte te zotëria e njerëzimit për Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, sepse ata ishin miq edhe pa ardhur Islamin, e i njihnin shumë mirë njëri tjetrin. Kur hyri Ebu Bekri radhiyallahu anhu te shtëpia e dërguarit Allahu sallallahu alajhi wasallam, i tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, o Ebul Qasim, sepse kështu është quajtur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, është quajtur dhe Ebul Qasim nga djali i parë që ka pasur Kasimi që më vonë ndroi jetë. I tha, o Ebul Qasim, po na mungon shumë në për kuvendet tona. Nuk më merr më pjesë, se ishin mësuar që i dërguari i Zotit t'i mblidhte, t'i këshillonte, t'u tregonte. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pa u hezituar i tha, o Ebu Bekër, unë jam i dërguari i Allahut. Direkt dhe të ftoj t'i besosh Allahut. Dhe Ebu Bekri, subhanallah, pa mbaruar fjalën pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e pranoi Islamin. Pa mbaruar fjalën. Se edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u lumturua shumë kur Ebu Bekri u bë musliman. Sa nuk besoi se do të gjendej ndokush tjetër më i lumtur se ai atë ditë. Dhe tregon Aisha përsëri thot që tha i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam, çdo kënd që e kanë ftuar thot në besim, si fillim padyshim ai ka përjetuar ndonjë moment më dyshje me këtë gjë, përveç Ebu Bekrit, i cili ka pranuar Islamin direkt pa hezitim, siç thamë pa i mbaruar fjala pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe ishte kjo arsye dhe arsye tjera që i mori nofkën e Siddik, siç thamë. Është edhe ngjarja e Isras dhe Mirazhit që e kemi përmendur në ligjëratat tona të hershme, që kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e mori këtë mrekulli për Allahut azza wa xal, pra që shkoi nga xhamia e shenjtë në El Aqsa, Palestinën e sotme, në Quds, ku bëjnë mamet gjithë pejgamberët. Dhe për aty unë gjithë në qiellin e 7, lart në qiell, lart dhe zbriti dhe u kthye në Mekë brenda një nate. Kjo është mrekulli që Allahu azza wa xal i dha dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Të gjithë i kthyen në shpinën dhe nuk besonin, a e çmendur i thoshin kur e shitët banorët e Mekës. Dhe vatën i thanë Ebu Bekrit, shif se i shoku jot është i çmendur. Nuk e di se çfarë flet. Dhe Ebu Bekri tha, unë i besoj çdo gjë që thotë i dërguari i Allahut. Përderisa e ka thënë ai është e vërtetë. Përderisa e ka thënë ai është e vërtetë, unë i besoj pas një hezitim. Dhe kështu mori nofkën, siç tham, e Siddik, besniku i besuarit. Dhe një ditë tjetër pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e risolli edhe një në qendër të vëmendjes cilësinë e Ebu Bekrit. Dhe ju drejtua të pranishme duke i thënë, nuk ka dyshim që Allahu më ka dërguar pejgamber për ju. Kur unë ja u përsolla juve këtë, të gjithë më thatë gënjen, shiko çka duke folur. Kurse vetëm Ebu Bekri më tha, ke thënë të vërtetën. Dhe bashkë me fjalën e dhënë i besoi kaq shumë kësaj rruge, saqë dha çdo gjë që e kishte nga aftësitë e tij apo nga pasuria e tij për këtë rrugë. Më pas e përsëriti pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dyer dhe tha, nuk do ta mërzisni më mikun tim, apo jo, se ky është miku im i cili mua më beson pa hezitim. Tashi kanë kaluar momente njerëzit gjatë jetës tyre
do të dim se kush ka qenë momenti më kulminant në jetën e Ebu Bekrit. Siç tham, njeriu njihet në dy momente gjatë jetës tij, në mirësi dhe në vështirësi. Si njihet në këtë aspekt? Njihet në saj të reagimit që do të ketë. Ndërsa një personalitet si Ebu Bekri, i cili ishte i përgatitur nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në vështirësi qoftë në mirësi, ai nuk ndryshonte qëndrim dhe për këtë arsye sot e asaj dite ai zë një vend të veçantë tek ne dhe është një prej personaliteteve të hasura rrallë mes muslimanëve. Pra është një personalitet i cili nuk ka shëmbulltyr. Pasi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të gjithë e dinin ndroi jetë, ishte nevoja për drejtues që do zvendësonte. Të gjithëve u shkojnë në mendje Ebu Bekri. Megjithatë, Ebu Bekri nuk e kërkoi vetë pushtetin. As nuk e dëshiroi qoftë edhe një herë të vetme me zemër. Mjafton t'i hedhim një këndvështrim kësaj ngjarje për ta kuptuar më mirë. Transmetohet nga një person i familjes Rebia, i cili thot, pasi që u vendosi Ebu Bekri të ishte kryetari i shtetit, ai u largua për në shtëpinë e tij dhe ishte në një gjendje të plagështuar. Vendosi të mbyllej në shtëpi për disa ditë për t'u përkushtuar vetëm adhurimeve dhe ibadeteve. Dhe shkoi Umeri radiallahu anhu te shtëpia e tij dhe i tha Ebu Bekri, o Umer, pse më ngarkove këtë detyrë, këtë barë të madhe. Duke i dhënë mesazhin ose duke i lënë të kuptonte që nuk e përballonte dot përgjegjësinë e dhënies së gjykimeve mes njerëzve. Po si tha Umeri, i drejtoi duke u thënë, o Ebu Bekër, a nuk e ke dëgjuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, i cili thotë, nëse një gjykatës pasi konsultohet, gjykon dhe del sakt, gjykimi i tij merr 2 sevape. Pra bëhet fjalë për atë që i është dhënë dija ose hakimi, gjyqtari, dietari, nëse ja qillon merr 2 sevape. Nëse nuk ja qillon apo gjykon gabim, merr vetëm 1 sevap, pra gjunaf nuk ka. Dhe siç e shikojmë, Ebu Bekri e ndjeu thellë përgjegjësinë e peshës së drejtuesit dhe megjithse nuk e donte, ai e mori këtë detyrë, por se në dallim nga njerëzit e tjerë përpara që kemi parë apo kemi dëgjuar që kanë marrë pushtet, ai vendosi të jetonte në një shtëpi të thjeshtë, në një shtëpi të ndërtuar të vogël me qerpiç, e cila ndodhej në periferi të Medinës, larg, nuk preferoi ofiqe. Ishte i thjeshtë sa që ikte në këmbë nga xhamia, nga shtëpia, në xhami për të falur namazin e sabahut, kryente punët e shtetit dhe kthehej mbasi acis po në këmbë. Rrallë herë ai e përdorte kalin që ka pas. Njeri u drejtohet xhamatit me këto fjalë. O njerëz, gabojeni nëse mendoni se unë e kam pranuar këtë detyrë me dëshirën time, apo e shikoj veten të denjë për këtë detyrë, apo e shikoj më të denjë se të tjerët. Pasha Allah unë jo thot, betohem në Allah që nuk e kam pranuar këtë detyrë as me dëshirën time, e as që e shikoj veten time më të denjë se ju. Qoftë edhe një ditë nuk më ka lindur në zemër, thot, dëshira për të qenë drejtues. Nuk e kam kërkuar në Allahu këtë as haptazi dhe as fshevrazi. Më është ngarkuar mbi supë një detyrë që nuk e përballoj dot. Pa ndihmën e Allahut kam për të ndryllur poshtë kësaj peshe. Tani këtë detyrë po ja lë kujdo prej sahabëve të dërguarit Allahut, i cili do të gjykojë me drejtësi. Nuk jam për halife, për drejtues, tha. Jepeni këtë detyrë kujt dëshironi. Pas këtij momenti unë jam një njeri i thjeshtë si puna juaj. Tregon Isa ibn Ati radiallahu anhu se një ditë pasi e tha këtë Ebu Bekri, erdhi Aliu radiallahu anhu dhe i tha, vallai nuk e pranojmë dorëheqjen tënde. Kush mund të lërë prapa të njeri që e ka
zgjedhur vetë pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam dhe i ka dhënë rëndësi para gjithë tjerëve, sepse vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ishte sëmur, që nuk kishte mundësi, nuk kishte fuqi për të dalë për të prirë njerëzve në namaz, e vendosi kë Ebu Bekrin radhiyallahu anhu që ta drejtoi xhamatin. Ebu Bekri radhiyallahu anhu, nderuar vëllezër, kur e mori pushtetin, kaloi disa peripeci dhe sprova, sepse muslimanët u përballën me disa të papritura. E para ishte që u ngrit një grup renegatësh prej një vendi nga Khalixhi, i gadyshit arabik, të cilët thanë, me qenë se ka vdekur i dërguar i Zotit, ne nuk e kemi obligim me të japim zekatin. Pra, zekati ka qenë obligim deri sa ishte i dërguar i Zotit gjallë. Kështu që ne nuk obligohemi. Pas këshillës që i këshilloi Ebu Bekri që të ndronin mendje, sepse dhënia e zekatit e shprehtuar dhe Islami dhe urdhër nga Allahu Azza wa Jell, ai i cili e ka mundësinë dhe nuk e jep zekatin, ai nuk quhet musliman. Dhe pas këshillimeve të shumta, ata nuk pranuan dhe Ebu Bekri radhiyallahu anhu detyrua t'i luftoi dhe ja zgjesoi atë grup renegatësh, nuk kishte zgjidhje tjetër. Sepse ata dolën bën kufër haptazi. Pra kjo ishte një situatë që u përball Ebu Bekri në kohën e pushtetit të tij. U përball përsëri me një situatë akoma më të vështirë. Një munafik prej munafikëve të Medines, i cili quhej Musejleme, po më mbas mori nofkën El Kedhabi, gënjeshtari, pra Musejleme El Kedhabi, sepse ai pretendonte sikur ishte pejgamber, mbas të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky hapi goxha probleme, domethënë shtetit islam. Dhe Ebu Bekri radhiyallahu anhu me muslimanët e luftuan atë mashtrues derisa e mposhtën dhe kanë vuajtur shumë për ta zgjesuar këtë renegat, këtë mashtrues, i cili thoshte unë jam i dërguar i Zotit. Dhe ishte thuhet që ka qenë origjina e tij prej kujt? Prej hebrejve. Me një situatë tjetër u përball Ebu Bekri, të vështirë në atë kohë, sepse edhe një person në Yemen i quajtur Eswaj el-Anzi, që ishte nga një fis me ngjyrë të zezë, pretendonte të njëjtën gjë sikur ishte pejgamber. Dhe kishte shumë njerëz të mbledhur rreth vetes. Saqë një tabiin është quajtur pa çka sa i kishte jetuar në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, po ai u quajt tabiin sepse nuk jetoi me të dërguarin e Zotit, kishte jetuar në vend tjetër. Ata që kanë jetuar me të dërguarin e Zotit janë quajtur sahab, shokë të tij, kur ka qenë i dërguari i Zotit gjallë. Ndërsa ata që kanë jetuar në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, por se nuk e kanë shoqëruar, nuk kanë qenë në pranim me të dërguarin e Zotit, kanë qenë tabiin, që do thotë ndjekësit. Dhe çfarë ndodhi? Ky shkon atje, por ky ka qenë njeri shumë i devotshëm. Shkon atje në Yemen, kur e dëgjon që një person pretendon për pejgamber, e kundërshton atë haptazi. Dhe u thot ti je mashtrues, pas të dërguarit Allahut nuk ka me pejgamber, i tregoi argumentet nga Kurani, nga hadithi dhe ktheu shumë njerëz tek e vërteta. Ata që ishin pranë këtij Eswed el-Anzit i thanë, azgjesoj këtë njeri, se ky po të prish shumë punë dhe bëhe shembull për të tjerët. Si vepron ky? E ndez një zjarr shumë të madh. Dhe vendosi këtë tabiinin ta djegin zjarr. Por ky tabiin ka qenë prej uliave të Allahut. Ka qenë për personave që Allahu i kishte dhënë keramete. Dhe njerëzve të devotshëm u jepen keramete, që do të thotë nderime, mirësi, ndihmesa, si për shembull që mund të ndodhi diçka e zakonshme që nuk mund të ndodhi njerëzve të tjerë. Ndërsa pejgamberëve ju kanë dhënë mu'jize që quhen mrekulli. Pra,
Pejgamberëve janë dhënë mu'gjize, euliave, njerëzve të mirë, të afërm të Allahut, se kështu janë quajtur, janë dhënë keramete. Dhe e tu boj këtë zjarrin e madh. Ky person e hodhi këtë besimtar të Allahut në turrin e zjarrit dhe i doli nga zjarri pa ju prekur asnjë qimë flokë, pra i dha Allahu keramet. Dhe i vajti Abelin me dine njerëzve për këtë. Se ky ishin ata persona që po t'i bënte dua Allahut, Allahu ja pranonte. Dhe kthehemi pra te tema jonë që Ebu Bekri radiallahu anhu, në kohën e Ebu Bekrit doli ky renegat dhe pastaj dërgoi Ebu Bekri një ushtri në Yemen dhe ja zgjesoi këtë renegat. Dhe Umeri e kërkonte këtë person të tabiinin në të gjitha karvanet që vinin, e kërkonte që të takonte dhe të merrte nga mirësitë e këtij njeriu, se ky ishte vërtet njeri me vlera të mëdha, saqë Allahu Azza wa Jall ja pranonte çdo lutje. Ebu Bekri radhiyallahu anhu, të nderuar vëllezër dhe motra, padyshim se ishte pa çka se ishte, domethënë prisi besimtarve, ai nuk e la anash asnjë punë që e bënte në shërbim të njerëzve dhe para se të merrte detyrën. Ai ishte për atyre që u mjelte baktit njerëzve komshinve. Sa që një vajzë e vogël tha, po tani që ti u bëre kryetar shteti, kush do na i mjeli neve baktit? A do ngelimi ne pa na i mjel kush baktit? Përkundrazi, tha Abu Bekri, do t'ja u mjel dhe ashtu siç keni dëshiruar. Sa që thuhet që i tha kjo vajzë e vogël, mi mjel me shkum, pra ma lër qumshi me shkum, subhanallah. Pra, gjithmonë Ebu Bekri shërbim të njerëzve. Ishte i thjesht, vishte rrobat e thjeshta, sa që ka qenë dhe një nën e verbër, një besimtar, një plak e verbër, Ebu Bekri shkonte gjithmonë i çonte hurma asaj. I çonte hurma që ushqej. Dhe për këtë gjest e bëri xheloz Umerin radhiyallahu anhu. Sa që njëherë Umeri e ndjek ku po shkon, Ebu Bekri vishe me roba që mos ta njihnin dhe shkon të i ndihmonte këta fukarenj të varfrit. Dhe e shikon Umeri që shkon kjo plaka. Dhe plaka nuk e dinte se ishte Ebu Bekri, prisi besimtarëve, subhanallah. E bënte gjithmonë këtë punë, saqë thuhet kur vdiq Ebu Bekri dhe Umeri e zëvendësoi, që u bë halif, se do flasim edhe për historinë e Umerit në vijim inshallah. Umeri shkoi dhe ta kryente atë që bënte Ebu Bekri. Pra t'i çonte hurma asaj plakës së verbër dhe a çoi hurmat, edhe ndërkohë që i hengri hurmat plaka i tha, mos ka vdekur ai shoku jot? Dhe ishte e verbër. Umeri u habit, si ka mundsi nga e more vesh ti? Po ai më jepte hurmat pa far. Subhanallah, ja qironte, ja jepte pa far, pa bërthama asaj plakës. Dhe kjo e kuptoi na ky veprim. Pra ky ishte Ebu Bekri, nderuar vëllezër dhe motra, i cili ja përkushtoi gjithë jetën e tij, pra pasi u bë musliman, padyshim Islami dhe shërbim të muslimanëve, sidomos në kohën ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ishte gjallë, ai bëri çdo gjë që të merrte kënaqësinë e Allahut azza wa jall, saqë e dini historinë, dha një pasuri marramendse për t'ia lehtësuar problemin që kishte Bilali radhiyallahu anhu, saqë pagoi çmim shumë të kripur për të fituar lirinë e tij pas torturave që i bënte pronari i vet, që ishte prej Parisë, kurajshitëve që e kishte vendosur në meshin e shkretirës, në pikun e vapës, vetëm për të hequr dorë nga feja e Allahut. Ebu Bekri e pagoi me një çmim shumë të shtrenjtë për hir të Allahut, plus veprime të tjera, e shoqëroi të dërguarin e Zotit në çdo rrugë të tij, në çdo mision të tij, ja dha vajzën e vet për grua pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Aishën, e cila mori dhe emrin nëna e besimtarve, sa ashtu ishte vërtet e meritonte. Kur emigruan nga Mekka në Medinë me dërguarin e Zotit, vuri veten e vet në vështirësi, në shpellë, duke i zënë vrimat e shpellës me trupin e tij, duke ngrënë pickimet e akrepave, vetëm mos të cënojë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. I dërguari i Zotit ishte duke fjetur nga zhurma
nga zhurma ose nga dhimbja që pësoi Abu Bekri i dolën lot nga sytë e tij dhe ranë në fytyrën e ndritur të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe aty u ngriti dërguari i Zotit dhe i tha, po pse s'më lajmërove Abu Bekër? Vallahi, tha, nuk kisha çfarë të bëja, tha, lotët nuk i mbaja dot, i dërguari i Zotit, tha, çfarë do të kisha në dispozicion do t'ja jepja për ty o pejgamberi i Zotit, ose çfarë do të kisha në dispozicion do t'ja jepja që mos të prishe rejatia e qoftë edhe një sekond të vetëm për ty o dërguari i Zotit. Pra ky ishte Abu Bekri radhiyallahu anhu, të nderuar vëllezër dhe motra, prisi besimtarëve, besimtari i sinqert dhe i devotshëm tek Allahu, besimtari që besimi i tij, imani i tij ka qenë më i madh se imani i të gjithë umetit. Për të folur për historinë e tij, nuk do ta mjaftoj as ligjërata e sotme, as ligjërata të tjera, sepse ka qenë një njeri shembull në shërbim të muslimanëve, në shërbim të nevojtarëve, në shërbim të fukarejve, në shërbim të shtetit, saqë gjithë jetën siç thamë ja kushtoi kësaj feje madhështore. Prandaj s'dua ta zgjas shumë tani. E lut Allahun e plotfuqishëm me emrat e tij të bukur, me cilësitë të përsosura absolute, na bëjnë për atyre të cilët shkojnë dhe janë në gjurmët e këtyre njerëzve të bekuar dhe njerëzve kaq të ndritur. E lutim Allahun na mëshiroj, na drejtoj, na udhëzoj në rrugën e drejtë, në rrugën e atyre të cilët Allahu xhele xhelalu është i kënaqur. E lutim Allahun të mëshiroj të gjallët tanë, të vdekurit tanë, dhe lutja jonë e fundit është të gjitha falënderimet i takojnë vetëm Allahut azza wa xhel, Zotit të botrave. Allah i shpërbleft të gjithëve